Në mes të tensioneve dhe dhunës që kanë përfshirë Belfastin ditët e fundit, një iniciativë qytetare po tërheq vëmendjen si një shembull solidariteti në kohë krize. Ruchira Rangasprasad, një profesioniste e marketingut që jeton në Irlandën e Veriut prej rreth 3 vitesh, vendosi të ndihmojë banorët që kanë frikë të dalin nga shtëpitë e tyre pas trazierave anti-emigrantëve që shpërthyen në qytet. Ajo publikoi një video në rrjetet sociale ku ofroi të gatuante ushqim për çdo që kishte nevojë, ndërsa miqtë e saj u angazhuan për shpërndarjen e pakove. Tham se nëse dikush ka nevojë për ushqim, unë mund të gatuaj dhe miqtë e mi mund ta dorëzojnë. Videoja u përhap menjëherë dhe shumë njerëz filluan të na kontaktojnë, tregoi ajo. Brenda pak orësh, 10 persona u ofruan vullnetar për të ndihmuar, ndërsa deri në fund të ditës u shpërndan më shumë se 50 kuti me ushqim për familjet që kërkuan ndihmë. Dhuna në Belfast shpërtheu pas një sulmi me thik, për të cilin një shtetas sudanez është akuzuar për tentativë vrasjeje. Pas ngjarjes, grupe të maskuara sulmuan lagje të ndryshme të qytetit, dogjin automjete dhe shtëpi dhe shënjestruan komunitetet e emigrantëve dhe pakicat etnike. Policia përdori automjete me topa uji për të shpërndar protestuesit, ndërsa autoritetet kanë dënuar sulmet dhe kanë bërë thirrje për qetësi. Vetë Rangasprasad pranon se ndihet e friksuar. Ajo thotë se qarkullojnë lista me adresa të zonave që mund të shënjestrohen dhe se shumë banor po shmangin daljen nga shtëpitë. Megjithatë, ajo thotë se reagimi i komunitetit i ka rikthyer besimin te njerëzit. Pash më shumë se 30 persona, të gjithë të panjohur, që u paraqiten për të ndihmuar. Pavarësisht dhunës në rrugë, ata donin të kontribuonin. Kjo më bëri të duaj edhe më shumë Belfastin, dhe ajo. Historia e saj është kthyer në një simbol solidariteti në një qytet që po përballet me një nga periudhat më të tensionuara të viteve të fundit.